fëmija jëtë bullizohet, kur ti ndihesh fajtor, që prind mundin me mësu do i smundje si diçka pikërisht për shkak teje, edhe normalisht është që gjithë kohën jenë në rrezik, ku janë, qysh janë. Po flas unë në aspektin që kam fëmijë, mua më ka ndodhur shpesh që para syve më kanë hu fëmija dhe më njëherë më ka panika, ku i mur dikush. Ndoshta fëmija u kon tu ma prej kamer, më thonë mam çeko jam. Po e kia të paranojen që normalisht. Më ka pasur raste kur i kam thonë fëmijë, kur më pas ndaj luftim pak më thellë, kështu që ka përfshi njerëz të mëdha, kom thonë çore, rrini çto nqoshe. Më shkuaj kom dhënë skirrin vet. Nëse vonona ma shumë si 5 minuta, ju e dini kënë kini me thirë. Me numër konkret në telefon, a di që me thirë nëse më do diçka, për shkak se ti e ki frike, çka nësë një shti fëmijën kërë, edhe pse fatëbarsisht na nuk ka. A shkon mas pari vetën? Vetën dezi kerrin, pasta i marë fëmijën. Okej, do më thonë një dëshmi... Okej, s'po komentojmë atutje, Besjan. Te kjo pjesa e problemeve që i kanë mediat, unë e shë, do më thonë, nuk mujna me konstatu që nashta është problem veç në Kosovë. Unë menej që edhe mediat ma profesionale në Evropë, në Amerike, në gjithë botën, do më thonë, jënë të vujt për qëti zhvillimit të teknologjisë, krijimit të medjave, në shumë raste nashta dhe nuk jenë media, jenë disa faqe që krijuen në rrjetet sociale që nuk kanë adres, nuk kanë pronar. Nuk merren me gazetari. Absolutisht jo, do më thonë, ili është problem ka njerë edhe më ju thonë media se me i cilësu si gazetar, sepse nuk janë të tillë. Amo problemi dhe efekti që e krijojnë të njerëzit është shumë i madh, sepse kjo ndikon që më pas njerëzit mos me pas besueshmërinë karshi medjave edhe gazetarëve që për një me bujmë punë të mirë. Domethënë, na e bortëm një klasë edhe prej atyne që dalin ndoshta çdo ditë në shesh, edhe prej atyne ndoshta që bujnë fotomontazha, që bujnë video me AI, që krijojnë profile fake, e cilët çdo ditë me mënyrën e gjuhës ose me mënyrën që sillen ose çfarë punë bujnë, na ndikojnë edhe neve. Ne do të më qenë vetë kritik, unë pajtona shumë me Uranin, edhe me synu që këto probleme me zgjidhë dhe me adresu në formën e duhur kryesisht edhe nëpërmjet një farë vetë rregullimi, sepse s'fundin e patëm edhe një plan, për shembull të qeverisë me bu një listë ri për KPM-n, ku do të përfshihen edhe shumë media online, po që në fakt tendenca ishte shumë e thellë që me një mënyrë domethënë mos me leju mediat me bu punën e tyre krejt lirë ose krejt të pavarur. Edhe unë jam për që me u kriju një rregullativ tepër e mirë, po kjo do të me u bu në bashkëpunim me mediat edhe me gazetarë, e jo domethënë sepse e ka konstatuar edhe BE-ja dhe krejt partnerët e tjerë që ka qenë një tendencë me një mënyrë me i blloku ose me ja umshel gojën mediave. Okej. Naile nga AGK-ja. Në këtë temë që po flasin gazetarët, edhe AGK-ja është aktore. Po, unë mendoj Resul që është tepër me rëndësi me i nda. Çka mendoj që duhet urgjentisht me ndodh, është edukimi medial i masës së gjanë. Sepse në këtë mënyrë njerëzit e kishin kuptu cila për një me është media dhe cili për një me është raportim dhe çka është e bome me fake news, me AI, me çka do qoftë. Mos me i qujt, nuk para pëlqej ta qujmë gazetari, ato që ndodh me meme, nuk po thëmë në shesh, sepse në shesh mundet me pas edhe gazetarë mendimi i qytetarëve në disa raste është shumë i rëndësishëm, edhe është i vlefshëm gjithashtu. Po ideja është që është tepër e rëndësishme me nda. E mira, çka shot mirën krejt këtë situatë të mjegull që e qujtë në fillim në plot raste me të drejtë, është që Kosova ka pluralizëm medial. Tash, se cili qytetar mundet me u informu për çka do që dënë. Mundet me u informu edhe për unazën, ose çantën, ose ripin, ose broshin, e kryeministrit, presidentës, të aktarëve tjerë, që mundet me u konsideru për i dikujt lajme të parëndësishme, mundet me u informu edhe për aferat më të thella korruptive. Do me thonë, ki media që raportojnë për këto dhe ki media që raportojnë për ato. E mira është që nuk më shefën lajme, të na nuk mundet me kalu një